fiton edicionin e parë të Albania's Got Talent, Tristan Qela! Tristan Qela është shpallur fituesi i edicionit të parë të spektaklit Albania's Got Talent. Zëri i tij potent spikati mes 11 konkurrentëve finalist, përmes të cilit bindi jurin ta kalonte nga faza e audicioneve në gjysmëfinale e më pas drejtfinale së madhe. Ndërsa publiku ishte ai që tha fjalën e fundit përmes votave të tij, duke shpallur artistin e ri, talentin më të madh shqiptar. Ndjem shumë emocionuar, ka qenë hera parë që kam dalë në skenë të kësaj përmase dhe ndjem shumë i lumtur që e kam fituar. Më kanë pëlqyer të gjithë konkurrentët dhe falenderoj shumë publikun që më ka votuar. Është një momenti më i bukur që kam pas deri tani në jetën time. Në vend të dytë, sipas votave të publikut, doli pianisti i vogël Hermes Balidi. Një talent i jashtëzakonshëm i këtij edicioni, i ndjekur nga vendi i tretë që shkoi për artisten Arieta Dhima. Një finale magjike u transmetua për gati 3 orë në ekranin e televizionit kombëtar Vision Plus. Ishin sërish konkurrentët e përzgjedhur nga juria që befasuan publikun me performancat e tyre. Në këtë mbrëmje mbizotruan emocionet e forta, ethet e garës dhe surprizat e bukura. Pastori Amerikan Corey Kramer zgjodhi të këndonte shqip për t'i vërtetuar edhe një herë jurisë dhe publikut lidhjen e fortë që ka me vendin tonë. Fatmir Mura e The Madness Leader, grupi The Beat Killer dhe Leandra Plaku dhuruan një spektakël të vërtet. Just maybe I'm crazy. There was been Skena Albania's Got Talent u kthye në një botë të vogël magjike përmes fluskave të sapunit nga italiani Stefano Mauriello. Daisy Zylaj dhe Klevi Kapeta vërtetuan gjithashtu se pjesëmarrja e tyre në finale ishte më se e merituar, pasi dhuruan edhe këtë natë performanca skenike të mrekullueshme. Il sole mi sempre aspetto. Abbracciami con la mente. Ky prodhim i Vision Plus erdhi në moderimin e Isli Islamit, i cili e vlerëson këtë rrugëtim si një nga më të veçantë e karrierës së tij. Ishte një rrugëtim shumë i gjatë që mua më duk si vetëm 5 sekonda. Dhe këtë e kam thënë edhe teksa po prisnim që të vinte mbrëmja dhe të niste finalja, dhe zakonisht kur të duket sikur ka kaluar shpejt, do thotë që je kënaqur shumë. Shumë emocion, përgjegjësi. Edhe sidomos kur bëhet fjalë për talentet reja që konkurrojnë, garojnë, kanë atë ethet, sikletin, mërzitjen, mundin të bën përshtypje. Dhe ti përfshihesh automatikisht, po kjo është jeta fundja, kjo është bukuria e gjithë konkursit dhe garës. Për 12 javë me radhë, Albania's Got Talent u kthye në spektaklin e rekordeve, duke vendosur një standard të ri televiziv në Shqipëri.